Festat e fundvitit sollon gëzim edhe për fëmijët me aftësi ndryshe në Lezhë. Ato u bën pjesë e një aktiviteti festiv të organizuar nga Shërbimi Social me mbështetjen e 2 organizatave donatore. Fëmijët u përfshin drejt për drejt në pikturë dhe veprimtari të ndryshme krijuese, duke u kthyer në protagonist një ditë ndryshe të mbushur me emocione, pozitivitet dhe buzëqeshje, ndërsa u shpërndan pako festive, libra, si dhe komplete sportive, duke sjellë gëzim për fëmijët dhe familjarët e tyre. Drejtoresha e Shërbimit Social në Bashkinë e Lezhës, Marte Fetaj, thotë se iniciativa synon jo vetëm ofrimin e ndihmës materiale, por edhe përfshirjen sociale dhe krijimin e një atmosfere festive për fëmijët me aftësi ndryshe. Sot kemi bërë një aktivitet shumë të bukur fal 2 donatorëve të cilët kanë dhuruar kostume sportive, libra dhe amilësira dhe pako me lodra për të gjithë fëmijët dhe Bashkia Lezhë u ka ofruar të gjithë familjeve pakën ushqimore. Kaluam ca momente shumë të bukura dhe shumë festive me të gjithë fëmijët që janë përfitues të Shërbimit Social dhe të Bashkisë Lezhë. Këto ditë na tregojnë se sa rëndësishme është që t'i mbështesim këta fëmijë, jo vetëm me momente siç ishte kjo sotshme, por çdo ditë e jona të gjithë punojësit dhe stafet e Bashkisë Lezhë, Shërbime Sociale, Qendra Zhvillimit Dorë dhe Shërbimi Lëvizjes të jetë pranë tyre dhe familjeve të tyre. Motoja e Shërbimit Social është në këtë ditë të gjithë festojmë së bashku. Dhe ky aktivitet tregoi më së miri se sa mirë kalohet dhe sa kohë cilësore kaluam sot me të gjithë këta fëmijë. Donatorët të prekur nga emocione të përjetuara gjatë aktivitetit kanë garantuar vijimin e mbështetjes dhe në të ardhmen, duke e konsideruar përkrahjen e fëmijëve me aftësi ndryshe si një prioritet të vazhdueshëm.